Drejtoria e bujqësisë në Fier ka nisur kontrollet për të mos lejuar lëvizjen e dhenbe dhe dhive të gjalla në zbatim të vendimit të ministrisë, pas evidentimit të disa vatrave në vend me sëmundjen e murtajës së ruminantëve të vegjël. Në qarkun e Fierit numërohen 150.000 krerë të imta, pjesa më e madhe e të cilave në këtë periudhë të vitit shtektojnë drejt zonave veriore për të kaluar muajt e verës në temperatura më të përshtatshme. Por tashmë, kjo lëvizje do të jetë ndaluar deri në një urdhër të dytë. Shërbimi veterinar është angazhuar që do të kryejë kontrolle në akset rrugore në bashkëpunim me policinë në mënyrë që të ndalojmë çdo lloj lëvizje në shkelje të urdhrit që ka nxjerrë ministria, pasi në momentin që flasim është bllokuar, është ndaluar lëvizja e baktive të imta drejt tregjeve nga ferma në ferm apo në shtegtime. Deri më tani në Fier për murtajën e ruminantëve të vegjël janë kontrolluar mbi 300 ferma, prej të cilave u morën mostra analizash për 5 të tilla. Situata në qarkun e Fierit lidhur me sëmundjen e murtajës së ruminantëve është e qetë, që do të thotë që nuk kemi raste të konfirmuara nga laboratori. Aktualisht lejohet vetëm lëvizja e kafshëve për në thertore, por vetëm në mbikëqyrjen e rrep të shërbimit veterinar.